të falenderoj shumë për përshkrimin jashtëzakonisht të shkëlqyer të familjes së tyre. Do flasim për Kolën. Unë kam pasur disa herë mysafir dhe do t'i transmetojmë këto bisedat që kemi bërë dhe ju ka rrëfyer disa gjëra. Por cili është këndvështrimi juaj, zoti Gjon Lekaj, për veprimtarinë e rrjedhën e historisë në vite në diasporë të Kol Goqajt, ashtu si që kini ju në kujtimet tuaja? Unë mbaj mend në vitet 80. Në vitet 80 të shekullit kaluam, filluan malsor aktivitetet dhe fushatën për ndërtimin e kishës Shënpalit në atë vendin ku ka qenë më përpara. Po Kola, themi drejtën që ishte aktiv më shumë se asnjë tjetër që themelohej kjo qendër dhe kjo kishë në Michigan. Dha kontributet e mëdha bile, ai më ka thënë se $50,000 të para për blerjen e tokës i ka vu ai peng, dhe natyrisht se ata ja kanë paguar më vonë, por ka bërë çmos që të ndërtohet ajo qendër shqiptare dhe ka punuar natë e ditë, ka qenë shumë aktiv për ndërtimin e kishës Shënpali dhe për bashkimin e shqiptarëve bile në 81-shin, në verën e 81-shit ku është bërë ceremonia e përurimit të asaj kishe. Këta kanë ftuar, ishin edhe tjerë bashkëpunëtorë të tij shumë aktiv, kanë ftuar të gjitha grupet e partitë politike e organizata shoqënore shqiptare me marrë pjesë në ceremoni, kanë ardhur prej gjithë anëve të Amerikës në ceremoni dhe janë bëj fjalime kryesisht për Kosovën. Bile disa pro-Jugoslav filluan të bërtasin mrena në sallë si protest kundër atyre që po flitej për tmerrin e Kosovës, dhe Kola me disa thanë daluni, tha se këtu kem një hesab tjetër, tha se janë vrarë rinia shqiptare në fakultetet e Prishtinës, kështu që ai ishte 100% i vendosur për çështjen e Kosovës, që në atë kohë ka qenë shumë rëndësishme dhe shumë jetike dhe ka vazhduar deri ditët e fundit të jetës, ka vazhduar me aktivitete. Për shembull, ky ka qenë ndër aktivistët më të njohur të Michiganit për ngritjen e fondeve për vendindje dhe ushtrinë shqiptare të Kosovës. Ka dhënë kontribut të punë të shkëlqyeshme, ka vajtur në Shqipëri sa herë me armatime të ndryshme, bile kanë kërcënuar edhe për burgosi atje, Interpolli e tjera, po megjithatë nuk është ndaluar kurrë, ka dhënë kontribut dhe janë mirënjohës. Gjithmonë e kanë pritur në Prishtinë me nerime të mëdha, kudo që ka shkuar. Të gjitha ata prisit e luftës, duke filluar nga Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi e tjerë, është jashtëzakonisht kanë qenë mirënjohës për sjelljet e tij. Ky ka pas të natyrshme, ka pas një dëshirë të madhe që të lirohen toka shqiptare e pastaj të bashkohen, kështu siç ndodhi me Kosovën, u lirua dhe kur je i lirë, ndoshta edhe bashkohesh me Shqipërinë, kështu mendonte edhe për vise të tjera, por me një fjalë është familje e veçantë, ka një histori speciale për çështjen kombëtare shqiptare dhe nuk kanë dëmtuar kur institucione tjera, nuk kanë bërë propagandë kundër feve ose kundër grupimeve të ndryshme ose partive, jo, kanë vepruar në atë mënyrë që njerëzit nuk janë zemruar dhe nuk ka pas. Kola nuk ka pas, ka qenë dashamiri i Shqipërisë pavarësisht regjimit që ka pas. Po kë nuk ka pas lidhje me njerëz të regjimit, me funksionarë të lartë. Kur nuk e kam dëgjuar që të thotë kam tokuar dikan nga personalitetet e politikës shqiptare. Ky ka takuar familjarët e tij në malësi të mëdha në Shqipëri, bile aktivitetet e tij janë të mëdha, sepse në konferencën e Rambujës, para se me fillua e njoftova, i tham do të shkoj në Rambujë për konferencë që po mbahet, më tha prit, tha se po shkojmë bashkë dhe kemi udhëtuar bashkë nga New Yorku në Francë, pastaj kemi udhëtuar bashkë në Shqipëri për vizitat e
sidomos kampet të refugjatëve. Aslan Rusin e kemi vizituar si qendrën e më të madhe të refugjatëve, pastaj në Shkodër, në Kastratën, Viset, në Durrës, në gjitha anë kem shku bashkë, kem takuar, kem vizituar, unë edhe kam njoftuar për radiot shqiptare të Amerikës për gjendjen e refugjatëve shqiptar, po ai ka qenë aktiv kudo që është dashur me qenë aktiv, domethënë nuk ka nguruar, ka kontribuar moralisht, por edhe materialisht. Zoti Gjon Leka, kemi disa gjëra që mundet të flasim për të, pasi janë aktivitete dhe kontribute që ajo ka realizuar. Ajo ka qenë për disa vite kryetari i Këshillit të Kishës Shën Palit. Nga këndvështrimi juaj dhe i shoqërisë Bashkësisë Katolike, çdo të thotë, a është një vlerësim që t'jesh kryetar këshilli i një kishe? Po, kjo është bile i këshillit themelor, të këshillit më të parë. Domethënë ka zgjedhur kryetar, për arsye se ka qenë shumë i dedikuar që të ndërtohet ajo qendër, të bëhet. Dhe më vonë atëherë nuk është përsi, ka kryer ato detyrat e tij se kryetari i këshillit, dhe atëherë ka natyrisht se kanë këshille të tjera, ky nuk i ka kundërshtuar, absolutisht jo. Dhe absolutisht nuk ka pas vetëm këte ka dëmtuar propaganda jugoslave, edhe nivelet më të mrapshta, shpifje të ndryshme, sepse ka qenë aktiv për Kosovën, për çështjen shqiptare në Jugosllavi, dhe për këtë është dënuar me shpifje të ndryshme, fjalë të rënda, megjithatë nuk ka ndaluar, ka vepruar njësoj. Dhe aty këtu gjenden edhe sot e kësaj dite që thot ka shkuar në Shqipëri, po edhe Nana Tereza ka shkuar në Shqipëri në kohën e diktaturës, ka shkuar edhe më vonë, sa herë më vonë, domethënë nuk ka qenë ndonjë tragjedi e madhe pse ka shkuar në Shqipëri. Këtë vajtjen e shumë bashkëdhëtarëve të tjerë që jetonin jashtë trojeve shqiptare, siç ka qenë pjesa e Kosovës, Maqedonisë, edhe ajo e trevave shqiptare në Malin e Zi. Ka patur rast që shumë bashkëdhëtarë kanë shkuar për vizitë në Shqipëri, mbasi kanë shkuar atje, kanë marrë pjesë për festivalet Gjirokastërës ose evenimente të tjera. Këta janë quajtur komunistë. A mund ta sqarosh si është e vërteta, jo këndvështrimi juaj, po si ka qenë në realitet, sepse është gjuna që të marrësh thjesht atletar e të marrësh një turp, një novk që nuk e ke, që nuk e meriton. Kur je aktiv në çështjet të rëndësishme që siç ishin çështja e Kosovës, ishte jetike. Duhej në mënyrë absolute kush kishte ndjenja kombëtare që të mbronte të vepronte. Them drejtën që komuniteti i Michiganit, duke pas pris, siç ishte Kolgoj që ka dhënë kontribute të shkëlqyeshme për lirinë e Kosovës dhe pavarësinë më vonë. Do thotë kanë qenë aktive në greva urijet, në kontribute, në lidhje politike me senatore, me deputet të dhomës përfaqësuesve, me personalitetet më të larta, për shembull kanë bërë aktivitete të mrekullueshme dhe Kola mund të quhet shtylla kryesore e lvizjes së shqiptarëve të Michiganit dhe të Amerikës. Nuk ka demonstrat që është bërë në Washington ose në Chicago, New York që s'ka marrë pjesë. Me gjithë shtirësi që i kite natyre e ultimeve të këto, ai ishte aty dhe them drejtën që këta meritojnë, sidomos tashti me humbjen e tij, meritojnë nderim dhe respekt nga gjithë bota shqiptare, veçanërisht nga komuniteti i Michiganit, ku ai ka dhënë kontribut të shkëlqyeshëm për ato institucione që veprojnë sot, dhe kur nuk ka kërkuar shpërblim. Domethënë nuk ka kërkuar kur një lloj lavdije ose diçka personale, këto drejtime ka marrë pjesë, ka qenë jashtëzakonisht i vendosur në çështje kombëtare dhe këtyne u shkon për tradit, natyrisht edhe Hotit i shkon për tradit çështja kombëtare, nderohet në gjithë Shqipërinë, sepse këta janë fisi i nderuar, shumë i respektuar në gjitha anët e botës shqiptare dhe vllazëria
Koiqa ka humbë një prej burrave më sillshëm, më adhmetar që ka pas Malësia dhe në përgjithësi shqiptaria, për arsye se ky ka marrë pjesë për shembull kur është bërë lufta e shqiptarëve në Maqedoni, ky ka qenë shumë aktiv. Po ashtu në Preshev ka ardhur në mbledhje, ka kontribuar financiarisht për luftën e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Po ashtu edhe në luginën e Preshevës vinte, diskutonte, kontribonte, vinte në demonstrata për ta dhe nuk di aktivitet kombëtar që mos ketë marrë pjesë Koiqa. Aq i vendosur ka qenë, aq i mirë ka qenë. Bile, më kujtohet pjesëmarrja e tij në Kalkut në varrimin e Nans Tereze, erdhi me grupin e Michiganit, po ai bani diçka që nuk e velim në tjerë. Mbante në dorë flamurin shqiptar tërkohën. Dhe kamerat televizive detyrimisht ja drejtonin atij kamerat sepse kishte flamurin shqiptar, më treguohet botës huaj që kjo ka qenë shqiptare. Domethënë ishte i veçantë ky. Dallohej edhe aty në atë ndjenjen e tij kombëtare, duke mbajtur flamurin në dorë në gjitha ceremonitë e Nans Tereze në Kalkut. Përsëri kjo tregon se sa shumë e kanë dashur ta flamurin historinë kombëtare, pastaj edhe fenë, sepse ai sikur të ishte antifetar, nuk do të kishte shkuar në varrimin e Nans Tereze në Kalkut të Indisë. Pra janë të gjitha këto që e pajnë burë të përmendur dhe duhet si i tillë të kujtohet nga brezat e arshëm, për arsye se ka vënë edhe këto që shihen sot fjala vjen në Malësi për parimet e mëdha që janë bërë disa drejta kombëtare të tjera, dhe aty ka dhënë kontribut të shkëlqyeshëm, ka pas lidhje të mëdha me deputetët e Kongresit Amerikan, me senatorë, me governor, me shumë personalitete të shquara pastaj të botës shqiptare, po ashtu ka pas lidhje dhe nderime dhe si të tilla ata duhet të jenë krenar familja dhe farefisi e vllazëria e tyre për këtë edhe gjithë malësorët dhe shqiptarët në përgjithësi, se për arsye se ka bën vepra të mëdha për çështjen kombëtare në veçantë. Zoti Gjon Leka, pak më parë juve thatë se propaganda jugoslave shpifte, hapte fjalë të ndryshme për të goditur aktivistat. A mund na shtjellosh pak, ndoshta edhe me ndonjë fakt, këtë dije dhe a është dhe sot kjo propagandë nga slavët këtu në Amerikë kundra shqiptarëve? E keqja ka qenë sepse jugoslavët përdornin shqiptarët kundër shqiptarëve. Dhe mbaj me një herë kur mbajtëm një demonstrat në Detroit, ata kishin prunë fiqen, makinën e tyre të njohur qesharake, dhe ekspozonin aty në një prej parqeve të Detroitit, dhe aktivistët e atëhershëm shqiptare dogjen atë automjet aty për aty, dhe filloi një rrahje e madhe mes malësorëve, për shkak se ishte grupi pro-jugoslav që e mpronte makinën jugoslave, kurse grupi anti-jugoslav e dogji, dhe ndërhyrje policia bile kanë transmetuar pothuajse gjitha kanalet televizive të Michiganit pjesëmarrjen e shqiptarëve dhe ngatërresën e shqiptarëve pro dhe anti-jugoslav. Themi të drejtën që i kanë qenë rryma aq të rrepta, të lidhura me Jugosllavinë, të fuqishme, të mrapshta, anti-shqiptare, anti-adhetare, anti-flamur, çdo gjë nuk përmendej, domethënë s'mund të flisje një fjalë të keqe para disave se të kërcënonin edhe me jetë. Nuk ka qenë, për atë kohë nuk ka qenë punë e lehtë, sepse në atë kohë Jugoslavia ishte shteti privilegjuar në Amerikë, trajtohej mirë ekonomikisht e politikisht, dhe këta e kishin shumë të vështirë veprimtarinë, sepse Shqipëria ishte e mbyllur dhe nuk mund të përfaqësonin ashtu si dëshironin ata, por shumica kanë qenë, nuk e kanë bërë për regjimin, por e kanë bërë për atë dhe dashurinë.